Në këtë mënyrë, shefja e shtetit u prit në llap. E dikush tjetër pati fjalë më të mëdha. Janë këto takimet me qytetar që presidentja Vjosa Osmani i zhvilloi në të dielën në Podujev. Krejt kjo në ditët e fundit të mandatit si e para e vendit. E nga analistët politik, këtë dalje në teren po shihen si nisje e fushatës nga Osmani. Ajo dhe në vazhdimsi e ka të regu pasionin e vetë për të marrë me politikë. Dhe gjithsesi që edhe këto angazhimet dhe soja me qytetarë së mos tani në situatën aktuale, isha në vazhdën e interesit saj për qenë pjesë e angazhimit të drejt politikë për rjedhoj janë disa isharetet e një procesi zgjedhor që na pret gjatë këtij viti. Por a mundet një president të nis para fushat, para përfundimit të mandatit? Presidentja e vendit ka mandat që të kontaktoj me qytetar pa dallim, dhe kjo nuk është ilegjitime as ilegale. Profesori universitar Mazlum Baraliu thot se një kthim në politik e ka paralajmëruar vet Osmani. Po ka shenja, indikacione që ajo do të merret se çfarë forme vetë në një shoqat qytetare, parti politike apo duke u bashkuar me ndonjë parti tjetër politike, me që kemi pak kohë nëse shkohet në zgjedhje, ajo varet nga rrethanat. Ndryshe, Vjosa Osmani me 4 prill e përfundon mandatin e saj 5 vjeçar si presidente e vendit.